Në këtë fazë, sa më shpesh të takohemi, më e mundshme është zgjidhja. Dhe po takimet po janë të mira në aspektin e diskutimeve, ka shumë afrime në shumë çështje, por ende kemi distancë në çështjen kryesore, që është balanca demokratike. Sot kuvendi duhet konstituohet, nuk ka arsye të mos konstituohet. Populli i Kosovës ka votuar, KQZ ka certifikuar rezultatet, partitë politike me deputetët e tyre duhet t'japin betimin sa të kuvendin e Kosovës, zgjedhin kryesinë e kuvendit dhe s'paku të kemi kuvend të Republikës. Më pasi kemi diku rreth 25 ditë nëse nuk gaboj. 25 ditë që duhet zgjidhet dhe qeveria e Kosovës. Në qoftë se mirremi vesh më herët për gjitha institucionet, më mirë, në qoftë se nuk mirremi vesh për gjitha institucionet, duhet të jemi transparent dhe sinqert edhe me juve dhe me popullin e Kosovës se kaq kemi mundur dhe fatkeqësisht s'mund të bëjmë më tepër. Por përderisa po takohemi, besoj që është lajm i mirë. Edhe mbi gjitha po përpiqemi që gjithë ata që i përfaqësojmë ne, deputetët e kuvendit, ti mbajmë rreth një zgjidhje të përbashkët. Këto tri procese nuk janë të lehta. Dhe meqenëse janë të lehta, përderisa përpiqemi pra takohemi, mbesim të vetmit që duam të shmangim zgjedhjet e reja. Gjithë ata që na kritikojnë, se kuptojnë se po takohemi, e çfarë qëllimi kemi, mendoj se na kërkojnë të shkojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Shkurja në zgjedhje edhe një herë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme është dëmi më i madh që i bët Republikës Kosovës, është pafësi totale e klasës politike. Prandaj po përpiqemi, do të përpiqemi, do të jemi në takime të vazhdueshme, për atë sa mundemi, dhe kur s'mundemi, do të dalim publikisht themi se s'kemi marrëveshje sepse bindjet tona ose qëndrimet tona nuk përputhen në një pikë